por duket sikur në këtë vend jemi të çmendur nga pak të gjithë. Vendimi i fundit i qeverisë Rama është shtyrja e afatit të lejes së ndërtimit për inceneratorin e Tiranës, një projekt që na kanë thënë që kanë mbaruar para më shumë se 7 vitesh. Çfarë drejtim po ndodh? Do përpiqemi ta kuptojmë juridikisht të paktën dhe kemi një mik të emisionit dhe sigurisht një nga juristët tuaj të preferuar, Kujtim Cakani në studio me ne. Mirëmëngjes Cakani, mirë se erdhe. Faleminderit Flavio. Besoj ke lexuar e konsultuar me dokumentin. Patjetër. Tani për te pjesës së lishme, le të qëndrojmë tek ajo që na kanë thënë deri në këto momente. Kanë njerëz që kanë bërë burgun për inceneratorët. Na tha Rama pasi u arrestuan gjithë që projekti do vazhdoj sepse ishte shumë i mirë dhe po incineronim shumë mirë, ndërkohë pritet që edhe kryebashkiaku ndoshta të gjykohet për inceneratorin, por procedurës nuk i jemi futur, por ndërkohë del ky vendim sot. Çfarë do të thotë ky vendim? Shiko Flavio, në buxhetin e vitit 2026 është parashikuar, nëse do ta konsultoni me buxhetin, që deri në vitin 2028 qeveria shqiptare do alokoj ose do disbursoj akoma dhe 30 milion euro për sa i përket inceneratorit, sepse sipas tyre duhet të fillojë të ndërtohet. Pra, inceneratori që deri tash nuk është ndërtuar dhe ne ose qytetarët shqiptar paguajnë për incenerimin, 29, ajo është ajo kuota e famshme, 29 euro për ton, që është bashkë me incenerimin brenda, dhe kjo po vazhdon. Padyshim, ju pak më parë dhe dije më saktë keni folur për prokurorinë. Nëse do të kishte një prokuror në këta të posaçmit, këta heronj, do të kishte nisur urgjent hetimin. Jo se kjo çështje nuk është denoncuar, padyshim, sepse ato vendimet janë ato të cilët sjellin pasojat më pas. Mos harrojmë diçka. Njerëzit sot, si zoti Berisha, si zoti Meta, si zoti Mediu, e gjithë me radhë, janë në procedim penal për vendime që nuk i kanë nxjerr kurrë. Pra për perceptime, sepse mund kesh ndikuar ti që ka dalë vendimi, pra ndikimi yt tek ai ministër mund të ketë qenë duke pirë kafe i ke thënë nxjerr këtë vendimin. Jo më ta nxjerrësh vendimin, ta shkruash me emër dhe mbi emër kryeministri i Republikës dhe ti mos marrësh asnjë përgjegjësi penale. Pra, persona të cilët por vendimi është i shtrëmbur. Po prandaj pikërisht pra, sepse shiko, Flavio, është një rrugë që ka nisur 30 vite më parë në Itali, Reggio Calabria, Salento Reggio Calabria. Dhe ajo sa herë, pse nuk ka përfunduar? Sepse tenderi e kap mafiozja. Dhe mafia dhe prokurori çfarë bën? E nuhat dhe menjëherë tak bllokon fondet. A vërtet? Kjo është puna e prokurorisë është kjo. Që ti të shikosh që del një urdhër, një VKM, një ligj, një kështu me radhë, ti menjëherë alarmohesh dhe vendos bën sekuestro. Ndërhym, po patjetër se ti prandaj je prokuror publik. Ti prandaj je prokuror dhe prokurori duhet të kishte ndërhyrë për të gjitha vendimet që kanë nxjerrë Edi Rama, ku ka shkelje që ka dhënë para nga buxheti i shtetit se si ka të vetat, janë paratë të gjithë neve. Dhe kështu që kjo është detyra ekskluzivisht e prokurorisë. Sepse ne mund të diskutojmë këtu në studio, mund të flasim teknikalitete që dhe qytetarët nuk kanë për të kuptuar, sepse njerëzit përveç ata që jetojnë në Tiranë dhe jetojnë aty te zona rreth, askush nuk e di që atje ne po paguajmë para për një objekt që nuk ekziston. Sepse nuk ekziston pra. Sikur ai po punon. Pra paguajmë para për një objekt që nuk ekziston dhe parat paguajnë sikur ai ekziston dhe ai punon. Pra, ai inceneron djeg plerat, sepse incenerimi është djegje, ta kuptojnë qytetarët. Tani problemi është që këtu futet në lojë menjëherë prokuroria. Është e prokuroria për sfolet ju mbrëm, folet ju pak më parë këtu. Prandaj janë ata prokurorët e posaçëm dhe që ta marrin. Për çfarë u bën? Për të kapur këto dokumenta, këto letra dhe për të parë ku shkojnë këto para, 30 milion, 50 milion, 60 milion euro, ku shkojnë, se prandaj do ndjekësh parat pra. Dhe pse dalin këto? Pse kryeministri ka vendosur të bëjë këtë veprim? Dhe pse dhe kur mos harrojmë që ka një ndjekje penale, pra është një hetim, për çështje ka dhe sekuestrim. Mos harrojmë që ka dhe një sekuestrim nga prokuroria e posaçme. Për inceneratorin e Tiranës, që nuk ekziston pra, dhe unë nuk e di tani, prokuroria kur dëgjon kryeministrin që nxjerr një VKM ose bën një ligj të caktuar. Dhe ajo për një çështje që ajo e ka në hetim dhe nuk vepron, unë si do të japëm emrin e kësaj historie? Si do të japëm emrin? Një sekond. Po. Ky vendimi Edi Ramës, ndërkohë që është në sekuestër inceneratori. Po. Çfarë vlere juridike dhe penale ka? Apo e bën ai për të mbrojtur veten apo është thjesht pyetje tjetër? Jo, ai justifikohet vetëm me faktin që ai justifikohet sepse ne kemi një kontratë thot ai me kompaninë që do ndërtonte incenerator. Që është gjithashtu në sekuestro. Që është në sekuestro dhe kompania. Dhe kontrata e keqe që është bërë atëherë nuk kemi çfarë të bëjmë sepse nëse ne do shkojmë në arbitrazh,
ne do humbasi miliona. Ndërkohë që ky nuk ka pyetur për rastet të ngjashme, ka shkuar në arbitrazh, po marrim rastin Beketi. Nëse ky do interesoj ai shumë për kontratat që i ka bërë në mënyra, mund të themi, abuzive, kështu me radhë, sepse ata kanë një kontratë. Ajo kontratë është sekuestruar tashmë. Dhe është kontratë e cila nuk është për mbajtur kushteve nga ata që do ndërtojnë incineratori, sepse incineratori sot që ne flasim duhet të ishte ndërtuar. Sot që ne po diskutojmë duhet të ishte ndërtuar. Dhe ndërkohë që incineratori kur është marrë vendimi i gjykatës për të vënë në sekuestro inceneratorin, kompaninë, llogaritë bankare kështu me radhë, për të shpallur në kërkim, atëherë ata kanë konstatuar që nuk ka incenerator, pra nuk ekziston objekt incinerimit aty. Dhe në kuptim të kësaj, vjedhje e pastër fare. Po është vjedhje e pastër dhe kryeministri çfarë bën? Vazhdon me justifikimin që po nuk pagova unë, pra nëse prokurori duhet ndjek lekët, këto para ku shkojnë herë? Po kush i merr këto para vërtet? Ky është pyetja që bëhet Altin Dumani. Jo, parimisht. Po jo, parimisht këto para thot Rama shkojnë përsëri te llogaria e kompanisë, po llogaria e kompanisë është në sekuestro, thonë, dhe këto para do thot ai mbeten përsëri shtetit. Sepse kompania, thot ai, është në sekuestro. Po e bën sepse thot, ne do përmbushim detyrimet kontraktore që kemi me kompaninë. Dhe nëse ne nuk i përmbushim këto, atëherë ata pra ka përcime juridike që njerëzit mos ta kuptojnë, Flavio. Kjo është e gjithë historia. Imagjinoni ju tani Ramën që kujdeset shumë për kontratat, për marrëveshjet, kur ai pyet as kontratë, as vendimet gjykatës Strasburgut, se janë sot një 67 milion euro që duhet t'u jap qytetarëve shqiptarë që kanë fituar gjyqja e Strasburgut kështu me radhë, ai përsëri nuk i zbaton këto vendime. Por vendimet e kthimit në detyrë. Po, ato janë të brendshme, nuk po flasim për ato, po flasim për vendimet gjykatës europiane, drejtat e njeriut që janë lidhur me pronën, janë me vendime abuzive, me burgim pa drejtë, historira të kësaj natyre. Bëhen 50-60 milion dhe ai ato sepse ai ka si detyrim që duhet patjetër të ketë në zë në buxhet ato. Po, sepse ato do të jenë në zë buxhet. Dhe ai nuk i ka futur fare, nuk i ka buxhetuar fare. Pra që thot, unë nuk i njoh vendimet e gjykatës europiane. Imagjinoni ju tani Edi Rama të një kontratë që ka firmosur vet, sepse ai ka firmosur kontratën. 17 vendime, 300 nga ato 17 vendime fap, edhe tani u je para. Tani prokuroria duhet të shikojë këto para ku shkojnë. Sepse ne nuk e dim ku shkojnë këto para. Unë dhe ju nuk i dim. Ne dim thjesht procedurën që është antiligjore, bjerë kundërshtim me ligjin dhe duhet hetuar pra. Me këtë procedurë, kështu siç është edhe vendimi i fundit, në rast se një prokurori doj teket të bëjë detyrën. Në ç'është pozitë juridike është kryeministri sot? Kryeministri si fillim do të regjistron procedurën për shpërdorim detyre. Pastaj duhet parë nëse ky shpërdorim i detyrës, sepse s'mund të themi tani direkt që shkon te korrupsioni, sepse duhet hetuar pastaj. Korrupsioni aktiv, pasiv e kështu me radhë, por si shpërdorim detyre, kryeveprime që bie në kundërshtim me kryen e detyrës, është një vepër penale krejt e dukshme. Pastaj gjatë hetimit del pastaj nëse ti ke favorizuar, se ke favorizuar veprimet që ke kryer, ku kanë shkuar këto parat të buxhetit të shtetit ose parat e shqiptarëve, kush janë përfituar, janë miqtetuar kështu me radhë. Ore se po bëjnë burg njerëzit Flavio. Po bën burg presidenti i Republikës për gjëra që nuk i ka futur kur dorë në buxhet shtetit mon. Nuk ka një akt, një vendim, një BKM, ore një akt administrativ të zotit Ilir Meta që të ketë prekur 100 dark në aparat tona, pavarësisht asaj çfarë flitet, perceptimit. Po flas, nuk ka një dokument, një provë. Dhe po bën burgaj, ka 20 muaj sot. Sepse ti thot ai mund të kesh ndikuar, thot, ndikim, perceptim, ndikimi, 45 pra, mund perceptimi. Dhe Zoti Rama nxjerr VKM aty edhe sa s'pyet fare. A prokuroria nuk do t'i fare. Ky është thelbi i gjës, sepse prokuroria do ndalojë. Prandaj ka dhe mjetin, prandaj kodi procedurës ka sekuestron preventive. Prandaj ja ka dhënë është në ligj sekuestro që të bëhet parandalim me sekuestro bëhet një ndales aty dhe thot dalin që ku po shkon ti. Dhe sekuestro vendoset për këtë qëllim, që ta marrin në sekuestro, që mos ketë më derdhje, rrjedhje të buxhetit të shtetit. Kjo është. Kështu që nga ato që të rrotullohemi do shkosh tek ai përsëri. Herojnë të fëmijëve tu, të mit, tjetrit. E kuptoni, kjo është historia. Ndërkohë, nëse përdorimi i buxhetit është privatizuar në këtë formë nga kryeministri. Sepse më fal fare, sepse këta kanë një gjë tani, kanë shpikur një gjë gjithë këta, juristë, analistë, gjithë me radhë. Mos shikoni se kryeministri në detyrë nuk hetohet, nuk arrestohet, nuk bëhet. Po, vërtet kryeministri në detyrë nuk arrestohet. Po kryeministri në detyrë hetohet, Flavio. Kryeministri në detyrë nuk arrestohet, po kryeministri në detyrë hetohet. Sepse kemi sot boll kryeministra në Europë, në botë ku ti duash ti, që janë në detyrë dhe president që hetohen.
Hetojnë, nuk është e thënë që ta arrestosh. Sepse ne gjithmonë jemi tek inkuizitori, persekutimi pa arrestimi. Jo, hetohet kryeministri, konstatohet, çohet në kuvent, hiqet mandati dhe vazhdon drejtësia. Sepse do ta heqin këtë mendimin, nuk hetohet kryeministri në detyrë. Ligji shqiptar në 2023 korrik 2012, kuvendi i drejtuar nga Jozefina Topalli ka vendosur që të heqë imunitetet, që të heqë të mos ketë më penges prokuroria, që të hetoj X-in, Y-in, deputeti, kryeministrin, pra asnjë pengesë ligjore për të hetuar. Prandaj u bë ai ligj atëherë. Prandaj ndryshoi kushtetuta edhe kodi i procedurës penale për këtë gjë. Kështu që kryeministri hetohet, jo nuk hetohet. Po mirë, këta e kanë shtyrë goxha këtë narrativ, që s'do e gjej gjë sa të jetë në pushtet. Jo, shiko, tani, dëgjoj Flavio, kjo është narrativa e këtyre cilët do të mbrojnë, por një prokuror i përgjegjshëm, se do të kuptojmë diçka.